kur konkuruat? Ishim, pra, mbarove dhe u fute, më thatë që nuk e fituat. Jo, edhe për aktrim, jo, ndoshta edhe pak nga violina, ose nga fakti që s'kam qenë shumë natyrë, le të themi, shpërthyese. Si të lindi ideja për aktrim? Kam patur. Jo, ishte unë atëherë thosha me shaka, po sfitove dhe këtu do shkoj për balet, më thënë, do bollë, ishte kohë që duhet të shkoj në shkollë të lartë, Monda. Atëherë shkoj ushtar nëse nuk do shkoj në shkollë të lartë. Po e di këtë. Kështu që kur më dilte ushtria, thosha bo patjetër në shkollë të lartë. Unë, më thënë, fal mesatare, se mesatare ka qenë e lartë. Në Vlorë më doli drejta studimit për të vazhduar në Gjirokastër për cikël të ulët për mësues, dhe e dojqa. Atëherë sistemi të caktonte, edhe unë se nuk isha kërkuar, se ndryshe është ashti, por planifikonte atëherë komiteti ekzekutiv ku ishte atje, planifikonte dhe mua më doli e drejta studimi përvajtur në Gjirokastër, shumë nga shokët e mi dhe shokët e mia të gjimnazit shkuan, disa në Elbasan, disa në Gjirokastër, unë thash jo. Pse? Qa dojë bëjë? Nuk pasion, se kam patur arsimin, në atë periudhë jo njerë, por tash vonë më ka lindur pasioni për mësimdhënie, sepse kam ç'a jap në atë periudhë, thosh qa do mund të jap. Nuk